بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit me shpëlotet. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Në mesin e virtyteve që Islami ka ngritur në shkallët më të larta të moralit, e vërteta zë një vend të veçantë dhe themelor. Ajo nuk është vetëm një cilësi e bukur e besimtarit, por baza mbi të cilën ndërtohen besimi, morali dhe çdo vepër e mirë. Kurani famëlar dhe hadithet e profetit Muhammed dhe të imamëve të Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta të gjithë, e paraqesin të vërtetën si një virtyt që e afron njeriu në Allahun, e zbukuron karakterin e tij dhe e dallon atë nga hipokrizia dhe gënjeshtra. Përmes saj, besimtari fiton besueshmëri, përmbush amanetin, ruan dinjitetin dhe ecën në rrugën e drejtë që Allahu ka caktuar për robërit e tij. Në temën e ditës së sotme, pra vlera e së vërtetës, kjo temë na fton të meditojmë mbi vlerën e jashtëzakonshme që ka ajo në dritën e Kuranit dhe të haditheve, duke treguar se ajo është cilësia e Allahut të madhëruar, një tipar i profetëve, një virtyt i besimtarëve të sinqertë dhe një themel mbi të cilin ndërtohen të gjitha cilësitë e mirësisë. Njëkohësisht, vërteta na paralajmëron për rrezikun e madh të gënjeshtrës, e cila shkatron besimin dhe e largon njeriu nga rruga e drejtë. Prandaj, njohja e së vërtetës është prej kushteve dhe dispozitave që ne duhet të ndjekim në fenë e pastër islame dhe të përmbushim fjalën e Zotit të gjithësisë. Të dashur vëllezër dhe motra, ju ftoja të ndiqnim së bashku surën Fatiha dhe 5 ajetet e para të surës Bekare për ditën e sotme. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve, të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit, sunduesit të ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi, e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin tënd, as në të atyre që janë të humbur. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Elif Lam Mim. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devotshmit, të cilat besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe japin nga ajo që e kemi dhënë ne. Dhe për ata që besojnë në atë që të është shpallur ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në atë që është shpallur përpara teje dhe që me bindje i besojnë jetës tjetër. Ata janë udhëzuar në rrugë të drejtë nga Zoti i tyre dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit. Të nderuar dëgjues dhe shikues, në programin Tërkitje Shpirtërore për ditën e sotme, do të flasim rreth temës vlera e së vërtetës. Është transmetuar nga Ebu Kehmesi, i cili tregon: i thash Imam Sadikut, paqja qoftë mbi të, se Abdullah ibn Ebi Gjafuri të dërgon selame. Imami u përgjigj: paqja qoftë mbi ty dhe mbi ta. Kur të takosh Abdullahun, përcjellja selamin tim dhe thuaji: Gjafer ibn Muhammed të thot: shikoje me kujdes se me çfarë arriti Aliu.
pozitën që kishte pranë të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe përmbaju asaj. Vërtet, Aliu e arriti atë pozitë pranë të dërguarit vetëm fal të vërtetës në të folur dhe përmbushjes së amanetit. Ky hadith mjafton për të na treguar madhështinë së vërtetës dhe vendin që ajo zë në jetën e besimtarit. Imam Aliu paqja qoftë mbi të, i cili gëzonte pozitën më të lartë pranë të dërguarit të Allahut, nuk e arriti këtë grad përmes pasurisë, pozitës apo ndonjë përparësie tjetër materiale, por arriti përmes dy cilësive madhështore, të vërtetës në të folur dhe përmbushjes së amanetit. E vërteta është një nga virtytet më të larta dhe më madhështore morale. Ajo përbën burimin e shumë cilësive të mira etike dhe është themeli mbi të cilin ndërtohet morali i besimtarit, dhe për këtë arsye Allahu i madhëruar i ka urdhëruar besimtarët që të jenë të vërtetë në të gjitha gjendjet e tyre dhe në çdo aspekt të jetës. Në porosin që profeti Muhammed i dha Imam Aliut paqja qoftë mbi të, thotë: "O Ali, po të porosis me disa cilësi për veten tënde, prandaj ruaji mirë prej meje." Pastaj tha: "O Allah, ndihmoja atë. E para prej tyre është e vërteta, dhe mos lejo që nga goja jote të dalë kurrë një gënjeshtër." E kështu vazhdon hadithi për profetin Muhammed, e ka vendosur pra në krye të gjithë porosive të tjera, vendos të vërtetën, duke i dhënë asaj rëndësinë që ajo meriton dhe duke i dhënë asaj vendin që ne të gjithë ta kuptojmë që thënia e të vërtetës, mos folur i keq dhe mos thënë nga goja jon gjëra të gabuara dhe gënjeshtra, zë një vend shumë të lartë në moralin dhe në krijimin e karakterit të personit. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: "Ftojini njerëzit drejt së mirës, jo vetëm me gjuhët tuaja, por me veprat tuaja, që ata të shohin tek ju përpjekjen, të vërtetën dhe devotshmërinë." Ky hadith na mëson se e vërteta nuk kufizohet vetëm me fjalë që ne shqiptojmë. Ajo duhet të shfaqet edhe në veprat tona, në mënyrën se si ne jetojmë dhe në sjelljen tonë të përgjithshme. Disa njerëz mund ta shohin pra disa gjëra që mund të bëjnë gabime të vogla si diçka e vogël dhe kalimtare, por nëse ai gabim shtohet dhe më shumë, nëse ajo padrejtësi shtohet dhe më shumë, ajo bëhet aq e madhe saqë nuk mund ta largosh pra me një kërkim falje, si mund të themi, e shumë të tjera. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Vërtet, më i afërti me mua nesër në ditën e Kiametit, dhe ai që ka më shumë të drejtë për ndërmjetësimin shefaatin tim, është ai që është më i vërtet në të folur, më besniku në përmbushjen e amanetit dhe më i miri në moral dhe më i afërti me njerëzit." Ky hadith përmbledh disa nga virtytet më të larta të besimtarit, por në mesin e tyre përmendet fillimisht e vërteta në të folur. Kjo tregon se sinqeriteti dhe e vërteta janë ndër cilësitë më të dashura tek Allahu dhe tek i dërguari i tij. Aq sa njeriu që stoliset me to, pra me të vërtetën dhe sinqeritetin, bëhet më i afërti me të dërguarin Allahut në ditën e Kiametit dhe më i denjë për shefaatin ndërmjetësimin e tij, inshallah. Nëse e vërteta, të dashur vëllezër dhe motra, qëndron në majën e virtyteve dhe përbën themelin mbi të cilin ndërtohet morali i besimtarit, atëherë gënjeshtra qëndron në majën e veseve dhe është një nga cilësitë më të rrezikshme prej të cilës besimtari duhet të ruhet. Sa më e lartë të jetë vlera e së vërtetës, aq më i madh është dëmi që sjell e kundërta e saj. Për këtë arsye, feja islame e ka paralajmëruar njeriu me theks të veçantë për rrezikun e së gënjeshtrës dhe pasojat që ajo sjell në jetën e individit dhe në besimin e tij. Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Allahu i madhëruar i ka vënë të keqes dryna, ndërsa çelësat e atyre drynave i ka bërë pijendese, por gënjeshtra është edhe më e keqe se pijendese e këtyre të këqijave." Ky hadith tregon se gënjeshtra është shumë e rrezikshme dhe është një gabim dhe një vestim as i rrezikshëm, i cili mund të çojë njeriu drejt bërjes së veprave shumë të shëmtuara të këqija. Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, gjithashtu thotë: "Gënjeshtra është shkatrimi i besimit." Dhe kjo fjalë e shkurtër përmbledh në të vërtetë
një mësim shumë të madh. Besimi ndërtohet mbi vlera të larta, mbi sinqeritetin dhe të vërtetën, ndërsa gënjeshtra e dobëson dhe shkatron ata. Është transmetuar nga Imam Rizai paqja qoftë mbi të se ka thënë: I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, u pyet: a mund të jetë besimtari frikacak? Ai tha: po. U pyet përsëri i dërguari: a mund të jetë besimtari koprac? Ai tha: po. Dhe më pas e pyetën: a mund të jetë besimtari gënjeshtar? Dhe ai tha: jo. Dhe ky hadith tregon qartë pozitën që zë e vërteta në jetën e besimtarit, edhe pse një besimtar mund të ketë disa dobësi njerëzore, gënjeshtra nuk mund të jetë pjesë e karakterit të tij, sepse ajo bie ndesh me vetë themelin e besimit. E vërteta është një nga cilësitë me të cilat ndërtohen shumë virtyte të tjera, ashtu siç u përmend edhe më parë. Për këtë arsye, Kurani famëlar e ka trajtuar këtë çështje në forma të ndryshme dhe nga këndvështrime të shumta, gjë që dëshmon rëndësinë e jashtëzakonshme që ajo ka në jetën e njeriut. Ndër këto ajete përmendim: e vërteta është një nga cilësitë e Allahut. Allahu thot në surën Ali Imran ajetin 95 se: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj: Allahu ka thënë të vërtetën, prandaj ndiqni fenë e Ibrahimit, i cili ishte i përkushtuar vetëm ndaj Allahut dhe nuk ishte prej idhujtarëve. Dhe në surën Nisa në ajetin 122 Allahu i madhëruar thot: dhe kush është më i vërtet në fjalë se Allahu? Allahu i madhëruar gjithashtu na thot në surën Nisa në ajetin 87 se: Allahu nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç ti. Ai padyshim do t'ju tuboj në ditën e Kiametit, për të cilën nuk ka asnjë dyshim. Kush është më i vërtet në fjalë se Allahu? Kurani famëlar të tregon të vërtetën si një nga cilësitë e profetëve gjithashtu, dhe në surën Maryam në ajetin 41 Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Dhe përmende në libër Ibrahimin, ai ishte njeri shumë i vërtet dhe profet. Dhe përmendet në ajetin 54 të surës Maryam se: dhe përmende në libër Ismailin, ai ishte i vërtet në premtimin e tij dhe ishte i dërguar e profet. Dhe në surën në surën Maryam, po ashtu në ajetin 56 dhe 57, Allahu i madhëruar thot: dhe përmende në libër Idrisin, ai ishte njeri shumë i sinqert dhe pejgamber, dhe ne e ngritëm atë në një pozitë të lartë. Ndërsa në surën Yusuf, Allahu i madhëruar thot: o Yusuf, ti ishe shumë i vërtet. Ajeti 46 i kësaj sureje. Allahu i madhëruar i ka përshkruar robët e tij besimtar me shumë cilësi dhe virtyte të larta. Një nga më madhështoret ndërto është e vërteta. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ndër besimtarët ka burra që e kanë përmbushur beslidhjen që i dhan Allahut. Disa prej tyre e përmbushën plotësisht zotimin e tyre, duke rënë dëshmor, ndërsa të tjerë janë ende në pritje, dhe ata nuk e kanë ndryshuar as pak beslidhjen e tyre. Që Allahu t'i shpërblej të vërtetët për vërtetën e tyre, e t'i ndëshkoj hipokritët nëse do, ose t'u pranoj pendimin. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Ajeti 23 dhe 24 i surës Ahzab. Dhe gjithashtu Allahu i madhëruar në surën Huxhurat në ajetin 15 thot: Bismillahirrahmanirrahim. Besimtarët të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, pastaj nuk dyshojnë dhe luftojnë me pasuri dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut. Pikërisht, këta janë të vërtetat. Allahu i madhëruar thot në surën Bekare në ajetin 177 për të vërtetët se: mirësia nuk është që t'i ktheni fytyrët tuaja nga lindja ose perëndimi, por mirësia e vërtet është e atij që beson Allahun, ditën e fundit, ëngjëjt, librin dhe pejgamberët, që jep nga pasuria e tij, edhe pse e do ato pasuri, për të afërmit, jetimat, të varfrit, udhëtarët, lypsit dhe për lirimin e robëve, që e fal namazin dhe që jep zekatin, që i përmbush premtimet kur premton dhe që tregon durim në varfëri, në vështirësi dhe në kohë lufte.
Këta janë ata që kanë qenë të vërtet dhe pikërisht këta janë të devotshmit. Ky ajet e përmend të vërtetën në mënyrë të përgjithshme, pa e kufizuar atë në ndonjë vepër të caktuar të zemrës apo të gjymtyrëve. Kjo do të thotë se ata që janë besimtar të vërtet dhe të sinqert në besimin e tyre, sillen ashtu siç na tregoi Allahu i Madhëruar në surën Bekare, në ajetin 177. Njeriu nuk ka tjetër përveç besimit, fjalës dhe veprës. Kur ai është i vërtet, këto të trija përputhen plotësisht me njëra tjetrën. Ai nuk vepron ndryshe nga ajo çfarë thot dhe nuk thot ndryshe nga ajo që beson. Njeriu është krijuar me një natyrë të pastër al-fitra, e cila e pranon të vërtetën dhe i nënshtrohet asaj në brendësinë e tij, edhe nëse ndonjëherë e shfaq të kundërtën nga jashtë. Kur ai e pranon të vërtetën dhe tregohet i sinqert ndaj kësaj të vërtete, atëherë flet sipas bindjes së tij dhe vepron sipas fjalës së tij. Në këtë mënyrë, ai arrin besimin e pastër, moralin e lartë dhe veprën e mirë. Kurani, të dashur vëllezër dhe motra, i ndan njerëzit në të vërtetë dhe në hipokrit. Allahu thot në Kuranin e shenjtë që Allahu t'i shpërblej të sinqertët për sinqeritetin e tyre, ndërsa hipokritët t'i ndoshkoj nëse dëshiron, ose t'u pranoj pendimin. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Ajeti 24 i surës Ahzab. Dhe ky ajet tregon se njerëzit ndahen pikërisht në dy kategori, në të vërtetët dhe hipokritët. Besimi, të dashur vëllezër dhe motra, e ka themelin tek e vërteta, ndërsa hipokrizia e ka themelin tek gënjeshtra. Prandaj gënjeshtra dhe besimi nuk mund të bashkëjetojnë së bashku, sepse secila prej tyre lufton tjetrën. Me të vërtetët që përmendet në Kur'an, synohen ata që kanë dëshmuar të vërtetën dhe për kushtimin e tyre e kanë gjithmonë më shumë në mbrojtjen e fesë së Allahut, në xhihad, në qëndrueshmërinë përballë vështirësive dhe në sakrifikimin e jetës së tyre dhe pasurisë së tyre në rrugën e Allahut, siç u përmendëm më parë në surën Huxhurat. Të dashur vëllezër dhe motra, Allahu i Madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit, ata do të jenë së bashku me ata që Allahu i ka begatuar, pejgamberët, të sinqertët, dëshmorët e të mirët. Sa shok të mrekullueshëm janë ata. Ajeti 69 i surës Nisa. Prandaj të mos harrojmë, të dashur vëllezër dhe motra, Allahu i Madhëruar na tregon shumë në Kuranin famëlar shpërblimin e atyre të cilët zgjedhin rrugën e së vërtetë dhe lënë anash gënjeshtrën, ato të cilët binden dhe janë të sinqertë dhe lënë anash veset e këqija. Ky ajet që tham, pra ajeti 69 i surës Nisa, i ndan të vërtetët në 4 grupe: profetët, të vërtetët, dëshmorët dhe të mirët. Përmendja e këtyre 4 grupeve mund të jetë një tregues i 4 fazave të ndërtimit të një shoqërie të shëndosh, të përparuar dhe besimtare. Faza e parë është ngritja e profetëve në thirrjen e tyre hyjnore. Faza e dytë, veprimtaria e të vërtetëve, fjalët të cilëve përputhen me veprat e tyre për përhapjen e thirrjes hyjnore. Faza e tretë është faza e xhihadit dhe martirizimit në përballje me elemente të këqij dhe kundërshtarët e së vërtetës në shoqëri. Dhe faza e katërt është faza e shfaqjes së të vërtetëve në një shoqëri të pastër, e cila gëzon vlera dhe ideale të larta njerëzore. Besimtarët të dashur vëllezër dhe motra, çdo ditë në surën Fatiha i luten Allahut në mëngjesën e mbrëmje që t'i bëj pjesë të rrugës së këtyre 4 grupeve, të rrugës së profetëve, të rrugës së të drejtëve, të rrugës së dëshmorëve dhe rrugës së të vërtetëve. Është e qartë se në çdo periudhë kohore ne duhet të ngrihemi për të përmbushur përgjegjësinë tonë dhe të kryejmë misionin që ne na takon. Dhe doja ta mbyllja temën e ditës sotme me ajetin 69 të surës Nisa, ku Allahu i Madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit, ata do të jenë së bashku me ata që Allahu i ka begatuar, pejgamberët, të sinqertët, dëshmorët dhe të drejtët. Sa shok të mrekullueshëm janë ata. Të mos harrojmë, të dashur vëllezër dhe motra, që Allahu xhaleshanhu na ka caktuar dispozita dhe rregulla për ne, që t'i zbatojmë ato, që ne të përsosim moralin ton, virtytet tona, karakterin ton, dhe të ngrihemi në grada të larta, që në ditën e Kiametit, kur të dalim para Zotit të gjithësisë,
peshorja e veprave të mira të peshoj më shumë sa peshorja e veprave të këqija dhe të jemi pra nga ato të cilët fitojnë shefaatin e profetit, me hlibitit të tij dhe jemi në një rresht me të sinqertët, me të drejtët dhe me ato të cilët bëjnë vepra të mira dhe thonë dëgjuam dhe u bindëm në çdo ditë të jetës sonë. Në këto momente të dashur vëllezër dhe motra, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahu xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.